Një automjet është shkrumbuar nga zjarri. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në orët e vona të së enjtes në fshatin Trush në njësinë administrative të Bërdicës në Shkodër. Nga zjarri fatmirësisht nuk ka patur dëme në njerëz, por vetëm dëme materiale, pasi automjeti tip Rover me targa Sh1516E në atë moment ishte i parkuar në oborrin e banesës Patani. Kanë qenë familjarët ata të cilët kanë konstatuar zjarrin në automjet dhe menjëherë kanë njoftuar efektivët e zjarfikësve, si dhe policin. Me të mbërritur në vendngjarje, zjarfikësit kanë arritur të shuajnë flakët, të cilat kanë shkrumbuar pjesën e motorit të automjetit. Familjarët dyshojnë që automjeti është djegur aksidentalisht. Nuk kena problem me asnjë njeri, edhe nuk kena dëshim në asnjë person. Për rrezikun që kena pas, o mund të jenë aksidentale, a nga bateria, a nga probleme tjera, por që nuk kena kur një problem me një këto. Ashtë pa flaka poshtë, sa kanë bërë me lejmëru gruja fisin, mashkojt, makina ka marrë flak, është lejmëru dhe zjarfikësja. Ka në ardhë për 10 minuta kanë në bërë. Faleminderit për ty. Ne falenderojmë edhe policinë e cila është kanë gatshme në çdo moment. Ndërkohë në vendngjarje ka mbërritur edhe grupi hetimor për zbardhjen e plotë të shkaqeve të zjarrit. Pas ekspertizës rezulton se automjeti ka marrë flak në pjesën e motorit, aksidentalisht nga një defekt teknik.